秋は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のパジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンÇfarë po bën Hiromaki? Zotëri, me sa duket kjo vajzë është një nga ato shoqet e kujdestare së angjëllit. Nëse ne marrim atë peng, do t'i kenë duart e lidhura dhe kështu që do të bëjmë sistemin e. Kush të tha ta bëje këtë mori pa aft? Nga? Unë nuk kam nevojë të marr masa të tilla dhe nuk kam nevojë të marr farën e karumës nga ajo. Mos i nënvleftëso kur fuqitë e mia. Jo, zotëri, jo. Unë nuk po përpiqesha të bëja këtë. Thjesht mendova se do të kënaqte. Më beso. Mbyllë gojën. Nuk kam nevojë për ndihmën tënde. Por, zotëri. Largohu menjëherë që këtej. I padobishëm. Çfarë ka kokutej? Ku jam këtu? Çfarë ndodhi? Si ndihesh? Mos të dhëm ndonjë gjë? Dhe pastaj, ako pa çdo gjë të mërzit shumë, ishte shumë për të qeshur. Më dëgjon çfarë po të them? Po pastaj? Dhe pastaj ajo filloi të tërhiqte syt kështu. Vërtet? Sayaka, a ndihesh mirë? Çfarë po thoje? Ke rënë në dashuri? Po, e shikon të thash se kishte diçka që nuk shkonte. Por ti nuk mund ta besoj. Si ka mundsi po ti? Çaki, do qetësohesh apo jo? Shpejt, dua të di çdo gjë. Fol. Jepi pra. Lëre të qetë, Çaki. Dëgjoj, kam për të bërë diçka vërtet të rëndësishme tani. Çfarë? Mirupafshim. Prit, duhet të më tregosh çfarë të ka ndodhur. Edhe unë gjithashtu, tani më duhet të shkoj. Ku po shkon? Të thash që kam lënë një takim me Shinin. Të kujtohet? Më vjen keq që s'mund të shndroj. Nuk dua të bëhem vonë. Pra mirupafshim. Pra mos u trego kaq e ftohtë. Vetëm fare do të më lini mua të gjithë këtu? Pacim. S'mund ta besoj këtë. S'dua t'ja di fare për ato. Kush janë ato njerë? Sayaka ka filluar të sillet shumë çuditshëm kohët e fundit. Pa ako si duket vetja tani që është lidhur, Duhet të bëj diçka, se në këtë pikë që jam, kam për të mbetur vetëm. Por nuk di nga t'ja filloj. E urrej jetën time. Si e ke punën kështu? Tani po flisje me vete apo ja? Asnjë djalë nuk ka për të afruar nëse vazhdon të bësh gjëra të çuditshme si puna e kësaj. Më lë rehat. Qetëso, thjesht po bëja shaka. Ej, mund të zbresësh pak poshtë?
Çfarë është kjo? A, profesor? Kjo është diçka që ne kemi përgatitur në laboratorin tonë, miku im I vogël. Është vetëm një aparat shumë I ndjeshëm që mat fuqinë fizike. Wow, e mahnitshme. E kuptove ti prift ato që tha profesori? Sigurisht. Është një aparatur për të matur forcën elektrike, Po e the ti, ashtu është prift. Ky aparat duhet të ketë dashur shumë punë. Ja ty tregoj se ç'funksion ka. Ky aparat ndjen valët që normalisht ndodhen tek njerëzit dhe objektet. Pastaj I analizon dhe përcakton sasinë e energjisë së tyre për të na dhënë një informacion të saktë të bazuar në bazën e të dhënave. Për shembull, le të themi se duam të njohim fuqitë e tij të fshehta. E mrekullueshme. Sa qejf! Tani, po nuk e patët problem, unë kam ardhur këtu të më jepni të dhënat që keni sepse më duhen për të bërë kërkime mbi aftësitë matse të aparatit. Nuk po kuptoj çfarë më ndodh kështu. Nuk po shënoj tek asnjë. Edhe unë. Nuk e di ç'kam, por po e kuptoj që s'përqendrohem dot te tabela. Ikim atëre. Oh, përshëndetje. Jam e gëzuar që të takoj. Faleminderit që më ndihmove për çdo gjë që bëre. Më thuaj, gjithmonë vjen në park për të shëtitur qenin tënd të bukur? Do kisha shumë dëshirë të të takoja përsëri. A do jesh këtu nesër? Nuk besoj se do t'jem. Oh, e po... Por mos u shqetëso. Jam I sigurt se një ditë do të takohemi. Deri atëherë kujdesu për veten dhe përpiqu të mos biesh në telashe. Oh, faleminderit. Faleminderit përsëri. Ej, prit, ti s'më the as si e ke emrin. Shikoja si bëri Sayaka, se kam parë ndonjëherë ashtu. Dyshoj se ai djali që është lidhur duhet të ketë diçka të fshehtë. Çfarë po I bën asaj? Duhet të zbuloj kush është ai. Ah! Çfarë ishte kjo? Sa e çuditshme. Më duket se më ka hyrë dikush në mendje. Po më bezdis. Ah! Çfarë po ndodh kështu? Çfarë po I ndodh këtyre studentëve? Sayaka! Çfarë ke, Sayaka? Zgjo! Sayaka, të lutem më përgjigj! Sayaka! Ku po shkon ashtu? Prit! Sayaka! Duhet të shkoj. Patjetër. Duhet të shkoj ta shoh përsëri. Pra kjo vajzë e bukur ka rënë në dashuri me atë, Sa interesante, mendoj se ajo nuk më la zgjedhje tjetër. Unë do të kënaqem shumë duke vrarë atë. Çfarë po ndodh me mua? Çfarë po bëj unë këtu? Unë isha në klasë pak minuta më parë.
Çaki! E gjete gjë? Jo, nuk ishte tek dentisti. Nuk ishte as tek fusha që gjuhet me shigjeta. Ako! Kam shumë frikë. Diçka e keqe po më ndodh, më ndihmo. Ako! Po ndodh tamam si atëherë. Ka diçka të çuditshme këtu. Këtu në shkollën tonë. Çfarë ka kokutej? Mjaft! Hiqi duart nga ajo! Ki kujdes, më mirë lëra akon të qetë, ose për ndryshe të betohem që do e paguash. Kujdes tare paf, si guxon ti të friksosh Hiromakin e pavdekshëm? Zeki! E vlerësoj shumë ndihmën tuaj. Jam I sigurt se këto të dhëna të reja do të jenë shumë të vlefshme. Çfarë ishte kjo? Çaki duhet të ketë thirrur Zenkin për ndihmë. Tani zgjojoj gjallën tim mbrojtës! I zgjoj fjalët magjike! Me shpatën sekrete! Sulmi hapur! Forca të minatyrshme! Ringjallu Zenki! Mbrojtësi Zenki u ringjall përsëri. Nuk e për t'ja mbathur kësaj radhe. Në fakt që nga shumë I shpejt. Sa ja ka fol me mua, thuaj diçka. Qetëso ako, ajo është mirë. A doni ta dini se kush e ka vjedhur zemrën e çmuar të kësaj vajze? Njeriu përgjegjës për gjendjen e saj është Qeni Hynor. Ai e di vërtet se si mund t'i fitoj zemrat e vajzave. Jo, nuk do të ta lejoj. Po pse si ke ndërmend ta dalosh, a? Tregoje veten kush je në të vërtet, ti fytyrë shëmtuar, frikacak, hë? Eja më gjejti! Ja ku është? Arma që do të shkatrojë errësirën më jep mua fuqinë e nevojshme. Rojtari Kos! A draguajart! Sëpata e dragujt artë! Shkapi vetëtimës, vrapo! Sa I metë është, s'me besohet që e ngrite këtë gjë. Ke filluar të mos I bindesh urdhrave të mia, Hiromaki? Qeni Hynor, zotri. Unë të thash ta lije rehatat, vajzë, të kujtohet? Po, por unë thjesht doja t'i merja fare në Karumës, zotri. Nëse do një farë të mirë të Karumës more I pa aft, në fillim duhet të presësh sa të piqet plotësisht. Por ti shkatrove çdo gjë. Këtë do të paguash me jetë. Çfarë është kjo? Ato... Çfarë ka shkaktuar gjithë këtë? Më dëgjoni, me sa duket ka ndodhur një vegim pikërisht te ky vendi këtu. Dikush ka transmetuar valët e tij ose të saj emocionale tek njerëzit që e rrethonin dhe ka ndryshuar perceptimin e tyre të realitetit. Po kush mund ta ketë bërë diçka të tillë? Duhet të nxitojmë.
Le të shkojmë. Po, duhet ta ndihmojmë atë patjetër. Ja ku qenke, skilipec! Qeni hynor, ti e bëre këtë? Çfarë po thua kështu? Si guxon ta trajtor Sayakan kështu? Do të ma paguash këtë! Mirë je, Chucky? Mjeshtre, thirrë sa më shpejt Zenkin. Dakord! Angel i mbrojtës përfundimtar! Forca! Mahar! Samaskara! Forca përforcuese! Eja një tek unë! Raja, Zenki është këtu! Angel i mbrojtës! Kush është ajo vajza? Sayaka! Sayaka! Ai njeri është një përbindësh nga mbretëria e vdekjes. Ti duhet të largohesh nga ai është i lig. Ti nuk e ke idenë ç'është i aftë të bëj ai. Të lutem më dëgjo. Largohu nga ai. Duhet të përmendesh. Sayaka! Chucky, ajo nuk është më vetvetja. Po, e di. Tani fillon loja e vërtet. Kam për të shqyer bish. Prit! Zenki mos e vrit atë. Të lutem mos e lëndo Sayakan. Çfarë po thua kështu? Si mund ta vras pa e lënduar atë? Më vjen keq, por duhet ta bëj këtë Chucky. Mallkuar. Sayaka, të lutem javë, duhet të zgjohesh. Ai po të kontrollon. Është e kot. Nuk mund të bëjmë asgjë për ta ndaluar atë. Sayaka! Bëj kujdes! Tani më duhet të jap fund kësaj. Hiromaki, ti tradhtar! Po më duket se po e kërkon vetë vdekjen. Si është puna me ty? Unë nuk mund të shikoj dot ti duke marrë farat e Karumës, ndërsa unë nuk marr asgjë, por vetëm sakrifikoj për ty. Shikoni, ata po grinden me njëri tjetrin. Duhet të ta kisha treguar vendin shumë kohë më parë. Vafsh në ferr, tradhtar! Eja këtu. U zhduk. Oh, mos, farat brenda bishës së Karumës po fillojnë të shpërndahen. Po më dhëm kokas duroj dot. Këto ishin ato valet për të cilat po flisnim. Po, por është me fuqishme se që prisja. Sayaka! Të lutem çau! Mendoj se është ende gjallë. Sayaka, lavdi Zotit! Ej, prit një minutë aty! Prit!
Po cilët janë ata ballë? Çfarë kërkon nga unë? Dëgjoj, qeni hyjnor! Ti konsiderohesh si tradhtar në mbretërinë e vdekjes, ndaj përgatitu të marrësh dënimin e duhur.優しい